Në qetësinë e shpirtit, kur zhurma e botës shuhet për një qast, mund të dëgjosh një pëshpëritje të lehtë. Nuk është zëri i mendjes, as ai i botës. Është një thirrje e brendshme, e butë dhe e ngrohtë. Engjëjt e Zotit flasin jo me fjalë, por me ndjenja, me shenja që vetëm zemra mund t'i kuptojë. Kur je i lodhur, ata të dërgojnë paqe. Kur je i humbur, të japin dritë në errësirë. Dhe kur ndihesh vetëm, të kujtojnë se nuk je kurrë i vetmuar, sepse çdo frymëmarrje është një kujtesë e dashurisë hyjnore që të rrethon. Engjëjt nuk kërkojnë që t'i shohësh, por që t'i ndjesh. Ata flasin në heshtje, përmes muzikës së erës, përmes një përqafimi, përmes një ëndre që të zgjon shpresën. Çdo shenjë është një mesazh, çdo ndjenjë e butë në zemër është një fjalë e dërguar nga drita. Kur ndalesh, mbyll sytë dhe dëgjon me shpirt. Do ta kuptosh, Zoti flet gjithmonë, vetëm se ne duhet të mësojmë të dëgjojmë. Ka momente në jetë kur gjithka duket e paqartë. Zemra është e rënduar, mendimet e turbullta dhe rruga përpara duket e mbuluar nga mjegulla. Por pikërisht në këto qaste, engjëjt janë më afër se kurrë. Ata nuk e thyen heshtjen me fjalë, por e mbushin me dritë. Ndonjëherë dërgojnë një person në jetën tënde, diki që thot pikërisht fjalën që kishe nevojë të dëgjoje. Herë të tjera, është një ndjesi e fortë në zemër që të thot mos u dorëzo. Këto nuk janë rastësi, janë përgjigje të dërguara nga lart. Engjëjt janë urë mes qiellit dhe shpirtit tënd. Ata të kujtojnë se çdo sfidë ka një qëllim dhe çdo dhimbje fsheh një mësim hyjnor. Kur e ndjen zemrën të prekur nga një ndjenjë paqeje të papritur, dije se ata janë aty. Mos kërko prova, kërko praninë. Mos kërko zëra të fortë, por dëgjo qetësinë. Në atë qetësi, Zoti flet përmes tyre, duke të kujtuar se dashuria e tij është gjithmonë më e madhe se frika jote. Engjëjt nuk shfaqen gjithmonë me krahë dritë të verbuar, por shpesh vinë në forma që nuk i kuptojmë menjëherë. Një fëmijë që të buzëqesh në rrugë, një aromë e butë që ndjen papritur, një fjalë që të kujton dashurinë e Zotit. Të gjitha janë mënyra përmes të cilave engjëjt të prekin shpirtin. Në momente ankthi, kur mendon se Zoti të ka harruar, kujto se engjëjt janë lajmtarët e tij të padukshëm. Ata qëndrojnë pranë teje, duke e mbrojtur zemrën tënde, nga errësira dhe duke e ndriçuar me dritën e besimit. Nga një herë të çojnë në vende ku s'do të kishe shkuar vetë, por pikërisht aty gjendet përgjigje që kërkoje. Ata janë udhëzuesit e heshtur që të tregojnë rrugën drejt vetes dhe drejt Zotit. Nëse dëshiron t'i ndjesh, mbyll sytë për një qast, merr frymë thellë dhe pyet me sinqeritet, Zot më dërgon një shenje të pranisë tënde. Pastaj dëgjo me zemër. Shenja do të vije, ndoshta jo siç pret, por gjithmonë në kohën e duhur. Ka raste kur heshtja e jetës bëhet aq e thellë sa çdo tingull i vogël të duket si një mesazh nga lart. Engjëjt flasin me ne nëpërmjet qetësisë, jo me zë të fortë, por me ndjesinë e butë që të mbush shpirtin me paqe. Kur ndjen papritur qetësi në mes të stuhisë, dije se një engjëll të ka prekur. Ata nuk të ndalojnë bimbjen, por të mësojnë si ta kalosh me dritë. Ndonjëherë, në vend që të shpëtojnë nga sprova, të japin forcën për ta përballuar. Kjo është mënyra e Zotit për të forcuar shpirtin tënd për misione më të mëdha. Nëse je në rrugë të vështirë, mos mendo se je vetëm. Engjëjt ecin me ty, edhe kur nuk i sheh. Ata të frymëzojnë për të falur, për të dashur më shumë dhe për të mos u dorëzuar. Sepse çdo shpirt që beson në dritë bëhet një dritë vetë, dhe engjëjt e Zotit flasin më qartë përmes atyre që ndriçojnë me dashuri. Shpesh, mes zhurmës së jetës së përditshme, ne humbasim shenjat e vogla që engjëjt dërgojnë për ne. Një takim i rastësishëm, një fjalë e thënë në kohën e duhur, një ndjesi ngrohtësie në zemër. Të gjitha janë shenja që nuk duhet të injorosh. Kur ndjen brenda vetes paqe të papritur ose lehtësi nga shqetësimet, dije se nuk është rastësi. Engjëjt po flasin, po të tregojnë se çdo hap që bën është pjesë e një plani më të madh. Ata të udhëheqin drejt dashurisë. Besimit dhe pranimit të jetës ashtu siç është.
kur e ndjen shpirtin të tërhequr drejt diçkaje më të madhe, ndalo dhe vëre çdo detaj. Engjëjt përdorin simbole dhe mesazhet e imta për të treguar rrugën. Ata nuk ndërhyjnë në mënyrë brutale, por me butësi dhe dashuri. Mesazhi i tyre është gjithmonë i qartë. Mos harro, nuk je kur vetëm. Zëri i tyre është brenda teje, dhe çdo herë që ndihesh e humbur, vetëm dëgjo zemrën. Ka një forcë të heshtur në shpirtin e njeriut që mund ta perceptoj vetëm me qetësi. Flasin përmes kësaj force, duke përdorur ndjenja të buta që ndriçojnë mendjen dhe zemrën. Nuk ka nevojë për fjalë të shumta. Një frymëmarrje e thellë, një ndjesi paqeje, një ngrohtësi brenda gjoksit është mesazhi i tyre. Kur jeta duket e ngarkuar dhe sfidat e përditshme të mbulojnë shpresën, engjëjt të kujtojnë se çdo moment ka një mësim. Ata nuk ndërhyjnë me forcë, por të japin dritën për të kuptuar rrugën. Një ndihmë e padukshme, një mbështetje e heshtur. Kjo është mënyra se si Zoti përdor engjëjt për të udhëhequr shpirtin tënd. Mëso të vëresh shenjat e vogla. Një buzëqeshje që të prek, një ëndër që të zgjon shpresën, një ndjesi paqeje që shfaqet pa paralajmërim. Kto janë përmes tyre, të dërguara për të mbajtur në rrugën e drejtë dhe për të ndihmuar shpirtin tënd të rritet. Engjëjt flasin me durim dhe butësi. Ata nuk e detyrojnë shpirtin të ndjek një rrugë të caktuar. Ata vetëm ofrojnë shenja dhe ndriçim që të ndihmojnë të gjesh rrugën tënde. Kur ndjen një ndjesi të veçantë, një qetësi të papripur apo një frymëmarrje të lehtë, dije se është një thirrje e butë nga drita hyjnore. Çdo provë në jetë mund të duket e rëndë, por engjëjt të kujtojnë se nuk je kur vetëm. Ata qëndrojnë pranë, duke të mbajtur energjinë tënde të fortë dhe shpirtin tënd të qetë. Një ndihmë e padukshme mund të vijë nga një person, një rastësi e bukur, apo një ndjenje paqeje që mbush brendësinë tënde. Të mësosh të dallosh këto shenja, është të mësosh të dëgjosh me shpirt. Engjëjt përdorin gjithçka për të komunikuar, një erë që të prek butësisht, një aromë të njohur që të kujton dashurinë, apo një ëndër që të udhëheq drejt së vërtetës. Kur e kupton këtë, do të shohësh se çdo moment i jetës është një mundësi për të ndjerë praninë e tyre dhe për të rritur besimin në dashurinë. Shpesh nuk e kuptojmë menjëherë shenjat që engjëjt dërgojnë. Një buzëqeshje e rastësishme, një ndjesi paqeje që mbush brendësinë, apo një fjali e thënë në momentin e duhur janë mesazhe që duhet të dallosh me zemër. Ata nuk flasin gjithmonë me fjalë, por me ndjenja, ngrohtësi dhe intuit të brendshme. Kur ndihesh i humbur ose i lodhur, engjëjt janë pranë për të dhënë qetësi. Ata nuk ndryshojnë rrugën tënde, por të japin forcën dhe drejtimin e duhur për të ecur përpara. Një shenjë e vogël mund të shënojë fillimin e një transformimi të madh shpirtëror. Është e rëndësishme të ndalesh, të vëresh dhe të dëgjosh me zemër. Ndonjëherë, një ndjenje e papritur dashurie ose faljeje është zëri i tyre, një ndriçim i brendshëm që të tregon se nuk je vetëm. Çdo moment ka një mesazh hyjnor dhe sa më shumë që të hapësh shpirtin, aq më qartë do të kuptosh fjalët e engjëjve. Ata flasin gjithmonë, thjesht duhet të mësojmë të dëgjojmë. Engjëjt të udhëheqin pa e ndërhyrë drejt për drejt në jetën tënde. Ata përdorin shenjat e imta që vetëm zemra mund t'i dallojë. Një ndjesi ngrohtësie, një qetësi e papritur, një ëndër që të çon drejt paqes shpirtërore. Në këto momente, kuptoni se çdo gjë që ndodh ka një qëllim hyjnor. Kur sfidat duken të mëdha dhe mendimet e tua të turbullta, shenja e vogël e engjëjve mund të jetë një buzëqeshje, një fjalë ngushëlluese, ose një ndjesi që të mbush me shpresë. Ata nuk ndërhyjnë për të ndryshuar rrugën, por për të dhënë forcë dhe qetësi për të vazhduar. Të mësosh të dallosh këto shenja, është të mësosh të dëgjosh brenda vetes. Çdo ndjesi e mirë, çdo frymë e lehtë që të mbush zemrën me dashuri dhe falje, është një mesazh i engjëjve. Pranimi i këtyre shenjave dhe kuptimi i tyre sjell paqe, besim dhe ndriçim shpirtëror. Engjëjt flasin çdo ditë, por ata presin që ti të ndallosh. Të vëresh dhe të dëgjosh me zemër. Kur ndalemi dhe shikojmë përreth,
shpesh nuk kuptojmë shenjat e vogla që engjëjt dërgojnë për ne. Një aromë e njohur që pa pritmas të kujton fëmijërinë, një buzëqeshje e një të panjohuri që të ngroh shpirtin, apo një ndjesi paqeje që vjen pa paralajmërim. Të gjitha janë mënyra të buta komunikimi nga drita hyjnore. Engjëjt nuk na flasin me zë të lartë, ata flasin me ndjenja, me ngrohtësi të brendshme dhe me shenja që vetëm zemra mund t'i perceptojë. Kur jeta duket e vështirë, këto shenja janë udhëzime për të vazhduar me besim dhe durim. Çdo ndjesi e butë e papritur, çdo ndriçim në shpirt që ndjen pa motiv, është një kujtesë se nuk je kurrë i vetëm. Ata të udhëheqin përmes dashurisë, faljes dhe paqes hyjnore. Moso të vëresh, të ndjesh dhe të besosh. Engjëjt e Zotit janë gjithmonë pranë teje, duke të udhëhequr dhe duke të mbushur shpirtin me dritë. Kur i pranon këto shenja, fillon të kuptosh se çdo hap i jetës ka një kuptim dhe çdo moment është një mesazh hyjnor. Ka momente kur gjithka duket e heshtur dhe e qetë, por brenda kësaj heshtjeje fshihet një zë i lehtë, një prezencë që të mbush me ngrohtësi. Kjo është mënyra se si ëngjëjt e Zotit flasin me ty, jo me fjalë, por me ndjenja, me ndriçim shpirtëror dhe paqe të brendshme. Përdorin gjithka për të komunikuar. Një shenjë në natyrë, një ëndër që të zgjon shpresën, një ndjesi që mbush zemrën me dashuri. Kur i vëresh këto shenja, kupton se nuk je kurrë i vetmuar, dhe çdo sfidë që të duket e rëndë, është një mundësi për të rritur besimin dhe durimin. Ëngjëjt nuk ndërhyjnë me forcë, por të udhëheqin butësisht drejt lumturisë dhe paqes së brendshme. Ata të ndihmojnë të dallosh rrugën tënde dhe të kuptosh se çdo moment i jetës ka një mesazh hyjnor. Të mësosh të dëgjosh ëngjëjt është të mësosh të dëgjosh shpirtin. Kur i pranon dhe i ndjen, fillon të kuptosh se gjithka që ndodh ka një qëllim. Dhe dashuria e Zotit është gjithmonë pranë teje. Shpesh ne kërkojmë prova të mëdha të pranisë së Zotit dhe të engjëjve, por ata flasin përmes gjërave më të thjeshta, një ndjesi ngrohtësie pa pritmas, një mendim pozitiv që shfaqet në kohën e duhur, apo një përqafim që duket si shenjë, të gjitha janë mesazhe hyjnore. Engjëjt nuk ndërhyjnë me forcë në jetën tonë. Ata na japin shenja dhe udhëzim, duke na ndihmuar të gjejmë rrugën e duhur. Çdo ndjenjë paqësore, çdo frymëmarrje e lehtë dhe çdo ndjesi dashurie që ndjen në zemër, është një mesazh që të kujton se nuk je kurrë vetëm. Kur jeton me vëmendje dhe me zemër të hapur, shenjat bëhen më të dukshme. Një buzëqeshje e rastësishme, një fjalë që të ngushëllon, apo një ndjesi e thellë brenda vetes, të gjitha janë mënyrat e engjëjve për të udhëhequr. Mëso të vëresh dhe të ndjesh. Kur e bën këtë, fillon të kuptosh se çdo moment i jetës ka një qëllim hyjnor dhe çdo ndjesi e mirë është një thirrje nga drita hyjnore që të tregoj rrugën. Ka çaste kur gjithçka duket e errët dhe sfidat e jetës të mbulojnë mendjen. Në këto momente, engjëjt flasin më fort, por në mënyrën e tyre të heshtur. Një ndjesi e butë që të mbush shpirtin me paqe, një frymëmarrje që duket më e lehtë, ose një shenjë e vogël që shfaqet papritur. Të gjitha këto janë fjalët e tyre. Ata të kujtojnë se çdo gjë që ndodh ka një qëllim. Kur ndihesh i humbur, një shenjë e vogël mund të udhëheqë drejt dritës. Engjëjt janë pranë për të dhënë forcë dhe durim, duke të ndihmuar të kuptosh se çdo moment, edhe më i vështiri, është pjesë e rrugëtimit shpirtëror. Nëse mbyll syt dhe dëgjon me zemër, mund të ndjesh praninë e tyre. Një ndjesi e ngrohtë, një paqe e papritur, apo një shpresë që lind brenda teje. Kjo është mënyra se si engjëjt flasin. Çdo gjë që ndodh është një mundësi për të ndjerë dashurinë hyjnore dhe për të kuptuar se nuk je kurrë i vetëm. Engjëjt flasin përmes çdo detaji të jetës së përditshme, por shpesh nuk e vërejmë. Një fjalë e thënë në kohën e duhur, një ndjesi e papritur ngrohtësie brenda shpirtit, një ndriçim i brendshëm që të mbush me paqe. Të gjitha janë shenja të buta që na dërgojnë drejt dashurisë hyjnore. Ata përdorin gjithçka që na rrethon për të komunikuar. Një erë e lehtë që ndjen papritur, një tingull që ngjall shpresë, ose një përqafim i rastësishëm që ndriçon zemrën.
Kur e kupton këtë, fillon të dallosh se çdo moment i jetës ka një mesazh hyjnor dhe çdo ndjesi paqeje është një thirrje e engjëjve për të udhëhequr. Çdo sfidë që duket e pamundur është një mundësi për të rritur shpirtërisht. Engjëjt nuk ndërhyjnë me forcë, por të japin forcën për të vazhduar dhe për të kuptuar rrugën tënde. Ata flasin përmes dashurisë, shpresës dhe paqes së brendshme, duke të kujtuar se nuk je kurrë i vetëm. Në fund, mësimi më i rëndësishëm është të mësojmë të dëgjojmë. Engjëjt flasin çdo ditë, por ne shpesh jemi të zënë me zhurmën e botës dhe nuk i kuptojmë shenjat e tyre. Një ndjesi ngrohtësie në zemër, një paqe e papritur, një ndriçim brenda shpirtit, të gjitha janë fjalët e engjëjve, që të kujtojnë dashurinë e Zotit. Kur ndihesh i humbur ose i lodhur, mbyll sytë dhe dëgjoj me shpirt. Shenjat janë kudo. Në një buzëqeshje, në një fjalë ngushëlluese, në një ndjesi që mbush zemrën me shpresë. Ata nuk ndërhyjnë me forcë, por të japin forcën për të ecur përpara, për të besuar dhe për të ndjerë dashurinë hyjnore në çdo hap. Mos harro të falësh, të duash dhe të pranosh çdo moment të jetës. Engjëjt të udhëheqin dhe të mbrojnë në çdo hap. Kur i ndjen shenjat e tyre dhe beson në praninë e tyre, fillon të kuptosh se nuk je kurrë vetëm. Nëse kjo histori të ka prekur zemrën, abonohu në kanal për më shumë mesazhe shpirtërore dhe frymëzuese.